Cilat janë disa nga keqkuptimet më të mëdha për venat varikoze? Ose flasim pak edhe për mitet. Cilat janë mitet për venat varikoze? Mite ka disa në rajonin tonë. Unë këto gjatë shkollimit tim në Evropë nuk i kom hasë. Bile, unë gjatë pothuajse 2 vjetë shkollimit tim, kreti kom pa 2 operacionet kirurgjisë venoze. Sepse populata ka një kulturë shëndetësore shumë të mirë, ju rrinë gati, shprehur në gjuhë popullore, ju rrinë shumë gati dhe shkojnë me kohë dhe mjekohen në mënyrë të shumicë atyre mjekohen në mënyrë konservative, pa trajtim endovenoz. Ato që kanë kalu tash prej variqeve të zgjeruara që thash në insuficiencë trunkulare trajtohen me kirurgji endovenoze, kirurgji të mbyllur. Kirurgji të hapur thash gjatë 18 muajve të specializimit, gati 2 vjet, unë i kam pa 2-3 raste. Te na ka mitje të shumta. Në gjithmonë kuptimin edhe nona jam për shembull thot pacientja i ka pas, kur gjuse ka gjet, çështu ka shku, ka vdek, jo kanë përdor kësi substanca, bile një pjesë e mirë e tyre fatkeqësisht shkojnë edhe i nënstrojnë një tretmani me ushujza. Janë disa qendra në Kosovë dhe në Shqipërinë e Veriut, që shkojnë njerëz të paguajnë shumë të majme të parave dhe thot mi kalshue 20-30 ushujza në kad uji, dhe aja ushujza kur gjën ngopet me gjak, aja sikur fëmiu kur është urdhë që e gjen vetë gjiun e nënës, edhe ushujza ka ata krepat thiths, shkon te variqja venoze që është gjenuar dhe derisa të ngopet me gjak, aja zakonisht ka madhësi të vogël dhe bëhet sa shuplaka e dorës. Dhe vetë aja bjen. Për çfarë është aja thonja, çka mu ke nxit si ushujz. Domethënë ka shumë, pastaj ato mendojnë, ekziston ai miti që kur i shef venat e zgjeruara duhet të ekzistojë diçka që duhet me nxjerrë në atë gjakun prej aty. Ajo është gabim total. Përkundrazi kjo ushujz mund ta infektojë gjakun. Ka raste në literaturë që janë përshkruar që kanë kaluar seps, infeksion, se infeksioni i gjakut, do të thotë kur shkaktari infektiv depërton gjak dhe shumohet gjak, ne gjendje klinike të pacientit e quajmë seps. Dhe dihet fatkeqësisht në gjendje septike shumica e pacientëve shkojnë